تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس فنفسي. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Desha të ndaj një këshill me ju nga Sheikh Salih Sindi Allah ruaj, ku thot që prej qasit kur lapsi fillon të shkruaj pra veprat për ty deri në frymëmarrjen tënde të fundit në jetë, ti e ke obligim që e gjithë jeta jote të jetë e përfshirë në adhurimin ndaj Allahut të lartësuar. Nëse nuk është kështu, atëherë i ke bërë padrejsi vetes tënde, nga se e ke vendos veten në një situatë të gabuar, jo në vendin e saj. Çdo person le ta kontrolloj veten e tij, apo kryen atë që kërkohet prej tij, apo është duke i bërë padrejsi vetes së tij. Çështja është madhështore vëllezër. Pasha Allahun, ky është një rast i denjë për ne nëse dëshirojmë shpëtimin këtë jetë. Atëherë duhet t'i japim të drejtën që i takon meditimit. Në librin Ta'dhim Qadr as-Salat, madhërimi i rëndësisë namazit të Merwaziut, Allahu me shiroft nxjerr një hadith ku transmetohet nga njëri prej sahabëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam, që Ibn Kathiri në tefsirin e tij thotë se zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është i pranueshëm. Ky hadith është i çuditshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se ka prej me lajkëve që qëndrojnë në sejdë për Allahun, që nga çasti kur Allahu i krijoi qiejt dhe tokën, nuk e ngritin kokën asnjëherë. Kështu deri në ditën e Kiametit. Po ashtu ka me lajke që qëndrojnë të përkullura në ruku për Allahun, që nga çasti kur Allahu i krijoi qiejt dhe tokën, nuk e ngritin kokën asnjëherë. Kështu deri në ditën e Kiametit. E kur ato e ngrenin kokën pra ditën e Kiametit dhe shikojnë në fytyrën e Allahut, thonë subhanak, qofshi i lavdruar, ne nuk të kemi adhuruar ty ashtu siç ti e meriton. Në sejdë dhe në ruku të vazhdueshme, megjithatë rezultati është ky, thonë ato, ne nuk të kemi adhuruar ashtu siç ti e meriton. Andaj vëllezër duhet kemi kujdes. Kjo vëllezër ishte një shkputje nga një ligjërat e shehut që kishte mbajtur në Mesxhit Kuba në datën 29/11/1444 Hijri me titull Waqfa ma wasiyat e-Nabi. Subhanallahu, vëllezër, ndërsa disa njerëz asnjëherë nuk e bëjnë sejdë Allahun edhe ruku gjatë jetës tyre, ose janë neglizhent ndaj namazit, megjithatë thonë me rëndësi është të kemi zemrat e pastra. Dhe me shumë siguri ata shpresojnë xhenetin pa problem. Lut Allahun na përmirësoj gjendjen, na falë dhe na mëshiroj, e lut Allahun që na udhëzoj neve drejt përsosjes namazit dhe t'u mundsoj fillimin e namazit gjithë atyre që ende nuk e falin. Rasti më konkret dhe më adekuat është muaji i Ramazanit që jemi tash afër. Allah na mundsoft ta presim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.